Rreshtet e borës, të shoqëruara edhe me erë në të gjithë qarkun e Korçës, kanë sjellë probleme të furnizimit me energji elektrike për banorët e disa zonave. Sipas burimeve zyrtare nga prefektura e Korçës, si rezultat i erës ka ndërprerje të përkohshme të energjisë elektrike në fshatrat e njësive administrative Udënisht dhe Buçimas në Bashkim Pogradec, në fshatin Orman Çiftlik në njësi administrative Bulgarec dhe në fshatin turistik të Dardhës në njësinë administrative Mollaj në Bashkinë e Korçës. Gjithashtu, mungesë energjie ka edhe në fshatrat Dolanec, Mjaltas, Besmir, në njësinë administrative Gorë të Bashkisë Maliq. Pa energji elektrike janë edhe 12 fshatrat e njësisë administrative Proptisht në Pogradec, të cilët marrin energji elektrike nga Agjencia Elektrike e Prenjas. Të njëjtat burime bëjnë të ditur se grupet e punës të OSHE janë në terren për riparimin e defekteve. Ndërkohë institucioni i prefektit bën të ditur gjithashtu se në bazë të informacioneve nga strukturat e emergjencave civile, deri më tani nuk është hasur në një problematik tjetër në të gjithë qarkun.